Unë të dhije kështu, nuk kështë bërë asim për mi. Qitë deshe? Bela i kam bërë. Po e ti të gruaj që unë e desha ka. Unë e dhije vetë e pajtorë, po pajtorë e vetë ajo. Se dhe unë kam nevoj për infirmën. Nuk jetu vetë. Kjo ikte, bashkojsh prapë në burit e saj. Unë me të me zorë, nuk e mbajnë, po që për të të mbajnë. Ma do më thonë shokë, prapë, gruan do t'i vëmë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar ODM Studio dhe do t'jemi sot bashk live për të sjellë një histori. Por për gjithë ju që kërkoni të jeni pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme do të hap dritaren për një 75 vjeçar nga Përmeti. Ai quhet Përparim Jaha dhe është babai i 4 fëmijëve, por në fakt 3 fëmijët i ka me gruan e tij zyrtare dhe jashtëmartese nga një histori dashurie ka sjellë në jetë një vajzë që fatkeqësisht nuk e njohu kurrë. Do rrëfej sot pa dorashka të gjithë jetën e tij dhe kërkon të gjej një kontakt të vajzës së tij që sot i bie të jetë 18 vjeç. Kështu që është duke më pritur zoti Përparim Jaja, hap dritaren dhe e përshëndes. Përparim, përshëndetje. Shëndet në të kështë e ta. Si e? Gruaja me gjithë fëmijët nuk pasurojt fare, është në Greqi dhe njëra vetëm që kërkova vajzën edhe kanë marrë natë. Pra, thjesht fakti që ti ke kërkuar vajzën të braktisi nusja? Ka iku ajo me gjithë fëmijët janë në Kavall, në Afrim, pata një aksident që bleva një majtinë dhe në Barmash, ku po vijen në mendimet e te për ta, duke tjetë di rrugë në Barmashit. Sa zbreti shërë, sa mora malorem, jam batuar 4 bata, bam, që ose banë në të karshi. Wow, po falë zotit, je mirë të pakë. Edhe në jo thash, po pak të thash, në njerë, mojë nuk e pashje të përse kam rënë një vit, sot të 18 vjeqe, pakër ti lëkë të shpinë atje, asaja se është jetime, s'ka pa njeri, në jo e deshat më shumë. Pak të tajnifje, se kush që vajza ime. Do flasim gjëre gjatë i dashur Përparim sot, por sa kohë boj që je vetëm fare që të ka lënë dhe gruaja dhe fëmijët të kanë braktisur? 2-3 vjetë. 3 vjetë, pase po. Gatuaj vetë, laj vetë, lajën vetë, qëra vetë. Po mirë gruaja, po fëmijët edhe ata nuk të flasin? Fëmijët anojnë vetë, ma i djali vogër me dërgoni i lachet, interesohet, pos më morin telefon, pyet shokët për tyre, kini parë babit. A i vogni, pa ta tjerët jo. Që po dhe kam Gjermanis, bëra aksidentit dhe theva gjamat e maqinës dhe i kërkova një ndim. I dhe, po deshe arash me maqinë. Nuk sa që shpëtove, po s'kam lek babata. I dhe, po deshe më dërgoj një 300 euro, i dhe pak të vëgjamin. E maqinën sa se më suj. Nuk kam lek sa jo, sa e mbyllë dhe s'ka marrë më të. I e prekur për këtë gjë që fëmijët? Jam prekur se do t'i qasë i fakt publikisht të them, haram i qoftë njeriu që bën fëmijët i rritë dhe nuk përgjigjen, unë të dhije kështu, nuk që bërë asim fëmijë. Qitë deshe? Bela i kam bërë. Sot që kam nevoj, jam 75 vjeç, unë do t'bishe një ndim. Unë s'ka mundëroj me pensionin tim. I dashur Përparim, sot i 75 vjeç, do më lejosh do të pyes? Të flaqë. Si ka qenë jeta jote? Kur je martuar me nënën e fëmijëve të tu? Për të dalë më pas tek ajo vajzë që ke jashtëmartese dhe ti e kërkon, por e nisi me rinin tënde, kur u martove? Unë jam martuar në moshën 23 vjeç. Po. Në Korç, me qenë se një djali të zestime, kishte marrë me të derë dhe unyra si kruq, si mik, pash këtë vajzën, më përqevi, edhe ka marrë me dëshirën ti me sola në Përmet, me makinën ti me ble, po në një shoferë komunale, mëra një funizim dhe kam sjellë në shtëpi. Kemë kaluar shkëllqyër, shumë mirë kemë kaluar. Ti 23 vjeç, por ajo sa vjeç ishte në atë kohë? Unë ishe 23 vjeç ku jem martuar. Por ajo, nusja? Edhe ajo ka që vjetë ishe, 23. E ke marrë me dashuri, e more në makinë e solle në shtëpi? Po, e solle makinë edhe në shtëpi. Të rjetën në shpi. Më kuptove, bëm 3 fëmijë, ku filluam që të hapu Greqia, filluam të tërë si qiki ka unë në Greqi, me fëmijën më vonë mora dhe gruan me gjithë trupët,
atje duke parë shoqe, filloi shere. Atëherë u detyrova pastaj dhe ika, fillova të kisha lidhje me këtë tjetër. Pra, konfliktet menuesen për çfarë nisën, që ti le të themi u dashurove më pas me një tjetër? Unë nisa me atë tjetër se me gjetëm një punë me plak brenda. Tani ajo plak brenda, po tani unë jam mashkull, nuk kam nevojë për një femër. Se e martuar unë. Unë darë ose një në 2 ditë, një në 3 ditë dhe shakruan time, unë s'po vete të bredhë për botën. Ajo geli shu, atëre fillova vazë kontradita. Pra, gruaja punonte ditë e natë në një shtëpi të një shtetase greke, kujdesej për një plak. Po. Këtu nisi dhe momenti që ti e tradhove, që gjete një grua tjetër. Po. Por pse nuk e hoqe gruan nga puna, ti thoshe grua e dashur? Nuk donde. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ika unë në shtëpi, pasë detyrova unë ika në shtëpi edhe një 2 në Tiranë. Unë njolla me atë vajzë, me ajo që në 2 fëmijëve. Më tha ma po ti kështu edhe unë kam shef me me. Por unë do të marrit atë po, viri kishin kokës ndashtë. Nuk duhet të kaloj se deri më sot nuk jam bjerit. Ajo ishte divorcuar? Nuk shkonde mirë. Nuk kishte kontradita me burrin dhe vendosi që të ndante burrin dhe të bashkëtonte me ty? Bashkëtonte me mua. E mora unë 2 herë. Në Greqi? Në Greqi, deri në 3-4 muaj e kjo. Ata i në timin fëmijët duke qarë, jo si bu kishin për elm, fëmijët të qëllimisht që të vinde kjo. Edhe vajte kjo. I dashur që ta kuptoj qartë, më falë që të ndërpres, ajo la fëmijët dhe erdhi me ty në Greqi? Po. Po? Jetuam atje një 3-4 vjetë bashkë. Po mirë, në momenti që ti nise bashkëtesën me këtë grua të dytë, gruaja jote e pare mori vesh? Po, e mori vesh. Ajo mërë të në telefonë, më binde kaseta, mua më thoshte, ku do kthehesh në shtëpi, ato këngën që këndon të Erlida, ajo Arizorka e Korçës. Ku do kthehesh në shtëpi të pret djalit të pret çupa, na vinte kasetat që të prekshe unë. Por realisht, ti nuk i the asgjë gruas që do ndaheni dhe unë të vazhdoj jetën time, apo ike në këtë lloj forme? Gruaja, unë e mora 3 herë me këtë ikte, vije prapë Tiranë me ja, më ditë gruaja që unë e desha. Sa vjeç kishe në atë kohë kur u ndave me gruan dhe u lidhe me këtë zonjën tjetër? 25-26 vjetë. Por gruan e pare le me fëmijët, le të themi dhe vetë? Me fëmijët lekët që kishin të tëra ika. Por nuk u ndave me divorc, nuk u ndave me gjyq. Me gjyq, jo. Dhe çfarë ndodhi në bashkëtesën që nise me këtë grua të re? Që dhe ajo braktisi fëmijët e saj? Me këtë nisëm tamam një jetë normale dhe ajo dhe unë bashkë, ishim në qytetin e Kallamatës. Punonim të dy, jetën një tamam një zgjidhje të dy bashkë. Edhe ata e meni vazhdimisht familje saja, unë ishe të dëruar në njerë se zinte qandë më dëshë më të dërgën me në fëmijëve. Shime të të 200, 100, si pas mundësive që kishim, unë i kam dërguar fëmijëve të saj lekë. Vinde i shoqi, atje ja merë të lekët, që i dërgën dhe kjo. I dashur për parim të bëj një pyetje, e kuptoj që u dashurove me këtë grua dhe kjo grua u dashurua me ty. Por pse nuk bëre divorcin me gruan, ajo të bënte divorcin me burrin dhe bënit një martesë zyrtare? Jo, kjo nuk qenë në bazament të fort. Kjo rrinte 6 muaj për shembull se 3-4 muaj dhe i ngri shmendja bëjë me fëmijët. Çe ti bëjon? Me zor dhamaje, kjo ikte. Rinde ande pasaj, ku vinde ati bashkosh prapë në burit e saj. Atëre i thoshte, ka është kush mi mirë pali, unë jam pali, po filani. I thoshte burit shoqës. Kush mi mirë, unë pa i. Edhe kjo dhe dëroj më mërë dhe mua në telefon, ajde më mërë se më thot kush mi mirë, unë po ti. I dhe jo, unë nuk los me ty, unë të ka marrë 3 herë, 4 herë në Kalamata.
Të vish apo safat këtu me shpenzime tëre, ke paguar e lekti? Jo, unë I paguaj tëre shpenzime. Po mirë dhe Taksia, gjera, se ishte pa dokumenta. Ajo ishte pa dokumenta. Unë ishte dokumenta, ajo s'kishte. Pali, po edhe kjo nuk është normale, që 6 muaj t'jetonte me ty ajo, 6 muaj me burrin. S'kishte kuptim kjo gjë. Po s'kishte kuptim na jo, mendose të bëje një fëmijë. Kjo ku ngeleshin, në këto 4 vjetë, që ngelesh Shazane, kjo vinte të mojnë e dytë, do më bënde shmos, ose kishte një shërë të papa, që të vinin të qojnë të doktorit a ishte. Kurse këtë radhë, këtë vajzën, vendose që të mos e iqi. Thash, edhe unë do kem nevojë për një fëmijë, edhe e vajtit, në altet edhe unë e mashtro, ama lejo këtë muajnë tjetër e ti. Ajta një të me shtimje, muajnë tjetër, muaj vajtit 3 muaj. Pyta unë, në kjo se kalon, di 3 muaj, në Greqi nuk I që të mje. Pra, ajo mbeti shtatzën me vajzën dhe ju do bëshit prindër, për herë të parë. Po. Po? Edhe ashtu e bëra vajzën, këtë vajzë kërkova, sa e do në ta ishte. Unë nuk desha ta ishte. Unë desha të mbaj edhe nuk e qëjene për vizita, që të me të vizita të vite ta ishte. E bajta, bile I thash, kam I motën, por adesa jo ka 3 djemë. Pali më dhe më në kjo se ju nuk e doni, bjere të arishun. Unë kam 3 djemë që I dy shumire dhe atës dhe ke 4, edhe ti e këtë motra. A më kuptova? E qartë, e kuptova. Edhe thash këtë fëmijë do ta çoj në një shtëpi. Motra ime s'kish për ta këtë ditë. Kurse ajo përdori një shkollë tjetër, s'flisë me njerëzit e saja. U detyrua pastaj, Gjeli lindi me duke dhënë gjak unë. Në të shkuptim. Kishte lindur me operim, dhe këtë rast duhet të lindesh me operim. Në spital dhe më thiri doktori dhe më thot që kemi nevojë për gjak. Shiori dhe unë e kam gjakun 0. Ata morën mbi 300 gram lejo, ata morën mbi 300 gram. Është normale kjo që. Të dëmdora, na jo që desha, nuk ka një jojë do që, vetëm ishte gjak vetëm të jesë kala, që në grek, nuk që shqipta. Kala e dhe, që në grek ata ishte mirë, dhe I flisë e grekish. E qartë. Nuk kam gjithë, nuk kam gjithë, me një gjak. Bashkësia jote e re, do me thënë, e solli një jetë vajzë në Greqi. Para 18 viteve, se sot I bie 18 vjeç vajza. Po. Por të lutem, Pali, po të thras Pali, shkurtimi. Pali ka mene, nuk të të dhe më. Po, I dashur Pali, ajo I mbante kontaktet me fëmijët nga martesa e parë, por ti gjatë kësaj kohe I mbaje kontaktet me fëmijët e tu nga martesa e parë? Po, me fëmijët mu që ku vinin në Kavamat, që ati kam dhe një vëlla tjetër, unë dhe I takoj. Bile, njeri ishte u martua, edhe unë nuk ishe në dasë. Kuse ajo më tha, Pali merë tha 200 euro, aty në dhe ikë në dasë. Nuk ka lezet vetë unë I dhe në dasë. Djallë u martua, pa. Por pse, nuk të ftoj në dasëm? Jo, nuk donë të djallë dhe gruaja që të ftoj. Pra, ju kishte ngelur qefi që ti I kishe braktisur nënën? Po, a djallë I madhë, vajta një euro, që vajta njerë, se unë kam batur një kamë. Edhe vajta të kam filmuar, se unë të qupën, e kam filmuar që kur ke lindur në spital. Kujtimet. Dhe dhe sa dhenje kisha kamerën në shtëpi dhe mund të kemë mbi 20 kasete që kam vajzë, më kuptoj që kam gjendësore. Të vogël. Ati e kishim blem kamerë dhe në Greqi isha njërë, se unë isha të fëmijët I kisha në punë. Unë në punë, gruaja në punë. Por fatkesisht ajo familje u shkatërrua sepse ti u dashurove me dikë tjetër. Pasi erdhi një jetë vajza me bashkëtuesen e re në Kallamat, çfarë ndodhi mes teje dhe asaj? Ajo na erdhi, unë të them të drejtën, unë kisha vajzë, se kisha me gruan e parë, kam 2 djemë me I vajzë. Edhe thash, edhe këtë do të arrisë, edhe kam dashur shumë vajzët.
Unë vija sa më shikon dhe moj që vija nga puna ajo idhës për pjetë. Baba, e ma unë kënajte. E mba një unë se një sa diti kam gjetur punë, mba dhe një plakë kjo ku mungon të njera dhe e mba një unë vajta. Nuk që dhe me moje. Po. Unë ku iku ajo që iku në Selanik, se a këtu bëj një trati. Ajo më tha do iki dhe se kam qunë kushirin dhe parë dajo dhe ndetë, do më japër e 10 lej. Po mere dhe vajzë dhe ikë. Në këtë një mëndje më thoshe mua mos t'ja banja vajzë. Kjo dhe ikë thoshe, se pas që ku iku, mblodhi sa plashke që nuk i takon e ti merë dhe me vete. Kjo i mori që me qëllim që për të iku. Por pse kishin nisur konfliktet mes teje dhe asaj? Ajo kërkonte që me do o zot të bëdim që liberim. I dhe që jo. Ne do punojmë këtu, i dhe ti dhe o bajsh, të bëjmë 5 lekë, që të dhemë në përmet, ose të dhemë në Pogrades dhe të blem një fugon që unë të punoj shoferë dhe ti të punoj shqipse. Që të jetojmë pa, ne ku kemi lek atje, në përmet që të dhemë. Pasa që liberimi do lek, do që të bësh do bëjndarje në do lek, pa lek, ku të dhemë. Po, se ti figuroje i martuar akoma me gruan e parë, po. Edhe kjo nuk ju durua, edhe ata të më si thoshin që do palin, vete qojnë në Selanik, atje gjejtë një... Të trathoj. Edhe më marrin telefon, më thonë mua, ajde shikoj gjupën se liga ka imin ajo, do martohet. Kjo për martes, vajti të shumë në unë në këtu përmet të ishe një pion që shkrishyrë në ajo more gjitha të namë. Pasaj dhe grua ime ka qenë në spital, e njojnë të tërë, vete në Selanik, e takoj vajzën, i dhe shmi me një martuar, i dhe pa i buri që të ka marrë ty dhe këtu janë të tëra roba që i të ka blerë pali dhe vërtet ato që i kështë përmaruat, se unë punoja sa e bilekët, nuk e ma e përrejtë, ti qito dhe qefi vitën dita, nuk i zoshim se more këtë. I dashur Pali, thjesht fakti që ajo nuk do të rregoj për çfarë do ikte në Selanik, do të thotë që Jo, kjo da iki të marrë njës dhe të takojnë kusherin dhe mi. E qartë, nuk të tërgoj të vërtetën. Jo. Pasaj që da iki sot, unë me të me zorë, nuk e mbajnë, po qupën dhe të mbajnë. Por i bie që konfliktet kishin nisur në mes çiftit, mes teje dhe asaj, dhe ajo nuk të donte më. Kishte nisur se ajo kishte, po ti mbushësh mendje që do ikte, s'kish burë nëna që të i bia, e kish borë që i bide me kokë muri, bam, derisa të shërish. Donde ti kishte dilë të ponë të saj, dhe në ajo thash, me mënjën dime do që unë në vënd të arash në shivë, arash në bresh. Sa se po do në ti ikte nuk e mbada njeri, do në ti ikte se të mbada. Sa unë e përcilje, pasaj ishe detyruat, i prishe biletat dhe e përcilje me të buzë ikte. Por në momenti që vajte në Selanik dhe ajo të tha do martohem, çfarë i theti? Se ti e doje, ti le nusën për atë. Ore, unë e lash gruan dhe kur më tha një qupe dajës atyre djotë. Liket mos e prit mata se kemi jetu një bursa avokat. Qash e më një me avokatit të marrë këtë e tash. Mile kam raportuar policis Aleksandrs në Selaniku, i kam dërguar fotografi dhe këtë dhe i bëra një letë rekomandem se më të thoshe që vajzën do të ashesi. Se atëre në atë kohë dhe shqipshin të mi. Po çfarë ndodhi kur ti vajte në Selanik? Arritet do të atakoje? Po, arrita unë dhe morëm një në telefon një burin e një qëpës dajos atje e njifje unë qimë për para të dhe aji në përsantoj dhe aji masovi vajzë. Vajza, mas një muaj që nuk për kështë parë, muajt dhe duhet në qapë që ishe 7 muaj dhe nuk i ndate. Ata mu apitën që të oshin shiko sa e jetë, si e njojt i tjatit. Por, bashkëtuesën tënde, arrite do të atakoje? Jo. E pas për të parë, po për të takuar jo. Por çfarë ndodhi më pas? Vajzën ti nuk e more do. Pastaja, unë si të vajti, na kapi policia dhe mua dhe atë e nëzorën në. Mua më shodë në Shqipëri, se kam parë më. As vajzën, as atë. Vajtën basi muaj pasaj prapu, i ka më kërë vajta në Gëdiqi. Kështu je ndarë me vajzën. Domethënë kur ajo ka qenë 7 muaj që e ke parë për herë të fundit dhe se ke parë më. E të fundi se kam parë më unë. Që ku e kam qenë në Selanik bashkë, vajza është ka qenë
Ka iku më 14 maj, edhe unë vajta në 14 qershor. Se më 6 korik, edhe sot i kësa dite e ka të lindje. Dhe unë isha i detyruar të me në i tur dhe bëndim një darkë, ku ishim bashkë. Edhe tani ku kam qenë me vete, kam marrë një tur, kam marrë një fotografinë e saja, kam pirë një bjerë, e kam thërë me vete slime që baba i sa tjetë gjallë, unë duhet të shonjë, se lash jetime. Këta fëmijët e tjerë, i rrida, o kam qenë shofer dhe nuk kam patur, çdo vit vi jenë plash në Pogrades me fëmijët. Se tani kam qenë shofer me Saurelun, a më kuptove, nuk i kam në fëmijët uave, ku sa jo e shketa, do hande konceret e tjerve. I dashur Pali, çfarë ndodhi më pas? Ti u ndave me bashkëtuesen, të kapi policia të riktheu në Shqipëri, ti sërish ti ajo, neve unë ndam shumë, ku ishim me Kallamat, ajo tha, unë do iki te Çupat e Dajo, se kam 10 vjetë që nuk i kam tako, kam dhe Dajo, do me apish me thëmë, pojtë. Qëti të djelë, 14 maj, e më e masë dita sot, dhe më thot, Pali, do më përshedhe po shion, po ku mori përshedhe, mori shumë plashka. Po pra, e qartë. Tani mua nuk e përqevimi e që mbushi 2 qanda, po këto qanda ku vete kemë përqevë. Moj dhe po ti këto qanda nuk do këtheshme, për mu më dama për janë interesën e qumë bëstarë. Ajo moj që i deshe të qefi, po këptojë. Dhe iko, dhe su këthyë më u martua, e qartë. Në u këthyë pasaj ku e përcollën autobusit në trenit, kam bërë biletët ekspres, 65 euro, që ikte treni ekspres për në Selanik, për 2 orë vinë në Selanik, më kuptove, se nuk gjende bilet. Në altet, ajo donë dhe edhe të këthesh, po thash me mirë më njëndim, edhe kjo të ike dhe unë do këthesh në familje. Se pas dhe jeta me këtë vërtet, nuk që po. Qek, për anë të tjera mund i kishte, që më respektin sjelljen, kishte sa gjama, po të mbush mendje që do të shkonde, s'kish përëndi që ta ndalonte. Ishe të dëruar t'i prisë biletët ta nisi. E qartë, u ndave përfundimisht me bashkëtuesen dhe vendose të ktheheshe te gruaja e parë. Ko. U ktheve? Kur neve kjo iku që në Selanik, në Athina, unë e kisha familje në Athinë. Po. Mora në telefon djalin, i dhash babi jam këtu. Babi më tha ma, zë një taksi se kemi ndrua shpinda dhe jemi filan vanë. Pasaj të talun ati, më tha ma dhe hajde. Edhe ashtu, kapa një taksi unë, vajta, gjeta djalin e madhë. Më kam, i them taksi gjurë. Baje ma gjinu. I dha lekët, djali ju kam babi lekë. Jo, tha të tja për lekë. Edhe vajta në shpi. Ati në shpi, pasaj fillova gjeti fotografi gruaja të Po Pali, kur ti vajte në shtëpi, mirë djali, se të ka baba, do të hapte derën. Po gruaja çfarë të tha, që u riktheve pas ka të Gruaja, më kishte me goje, varë të turin. Këte bëri djali madh. Ai të qasi, sepse gruaja nuk donte që ti të riktheheshe. Jo, nuk donte. E kështë ajo e frujnë shoqe që do, që bën ai ti ku traftoj të bëri. E frujnë shoqe të saj, dhe sot e kësa dite, ajo atë mëndje ka, nuk ka që të ullet në jetë të thotë. Fali, dua të them diçka. I ke kërkuar falje gruas tënde? 200 euro kam kërkuar, më ju po që bë. U bë, se po ti ishi ti, tamam. Ti vini i thoshe djali, se edhe ajo kishte gabime dhe vetë. Edhe unë pa i po me këta, i thoshe me grua, ti ke një javë. Po, tani ke 10 ditë, a je martua? Ku je martua, të rritë bure grua për jo. Nuk të të ishti me vetë më vetë. Se dhe unë tani edhe unë nuk kem budala. Edhe unë do me shkoj si u një femër tjetër pasë. E po ka bova, unë do të them në një muhabet tjetër, ku kam adhu një në Tiranë, kam djemë tezë, aty kam shumë të Tiranë. Kjo kishte shkërputur nga Athina dhe kishte qallur në Tiranë të këta kushinjtë e mi. Dhe ishin një dhomë. Edhe më pyet mua një djali tezës. O Pali, tha të bëjmë një pyetje. Po dojtë, këtë do më shumë më dhava. Likën të, apo rishkën? Isa, para likës nuk dha asnjëri. Para kësa që mora. Të dytës. Ajo
Një të hapu derën, po nuk vjen duke pash, si të marata vaj. Po di jam që kisha do në Athina jo. Po nuk të vjen të zonë për të ndjekë sa po vita. Që në Athina këtu të për tysa, dhe tjetë. Po mi bashkë të mësot të ngurimë me. Qa të bëjë në? Na, sikën, ngurimi. E ndjen vetën fajtor që e ke lënduar gruan? Unë e ndje vetën fajtor, po fajtor e zhveta jo. Pse e zhveta jo? E zhveta jo se dhe u kam nevoj për një femër. Ta njeri u kam nevoj për një femër edhe burin të sa u martove, do bashkëtosh, do jesh me burin tëmë. Jo, ti në do më tjetër ja jo, unë të them që u flekte tani, ajo e ka mbyllë do më ta në ndja, edhe në bandë të kyqë. Që nuk të besoj, kjo do më këtë, është mbyllë. E qartë. Urdo këtë ka ma për unë, dhe këtë do me sajë. Shko kujtë ma fëmijës. Kjo është gruaja ime dhe kjo është vajza ime. Me jetë vajza. Faleminderit. Këta janë kryrë djali mas timi dhe kryrë djali vogël timi. Me jetë i kesh, me jetë. Kjo është do me saja tani. E qartë që vjen në Shqipëri, është ndarë shtëpia, ti ke kuzhinën e dhomën. E kuptoj, i dashur Pali. Tani ajo vjen edhe vjen dhe. Unë e një flesi që në këte. Pse? A jemi kur e grua, ku e gjithëm që ne? A jemi të martuar? A kemi ligjit? A jemi të mamu? Pse mos jemi të mamu? Dhej në dekët. Kështu është e mi që I dashur Pali, por pa ndalur të Shqipëria, ti jetove në Greqi me gruan kur u riktheve. Sa vite qëndruat bashkë atje kur u riktheve? Atyre rëndigin një 16 ditë pojnë. Dhe si ishte marrëdhënia juaj në këto 16 vjet? Ishin shok dhe shoqja apo burrë e grua? Para se ti iktim në Greqi dhe këtu në Shqipëri, po një mirë. Ne kishim domën tonë, fëmijët kishin domën e tyre. Jo. I shtoni, bëni neve vinje unë, ose vinda jo dhe kishim privatin timur me gjithë grua. S'kishim sërkime të tilta. Po vajtë në Greqi, pa në të them që gjithë gratë, të flasë një fjallë këshu, gjithë gratë që vajtë në Greqi, mos tem 100%, po 80% kanë gabuar. Se shkojnë të tjera, shkojnë gra me gra, apo ose të tjera. Jo, po ty Nuk ka mundësi. Jo, Pali, po ty gruaja e parë nuk të trathoj. Ishe ti që i trathove. Unë nuk kam parë me sy. Po, desa ti s'pradon gurin të është një diçka në mes. Se të një budalej nuk kemi. Tani ne kemi 3 fëmijë bashkë, apo jo. Pra, marrëdhënia juaj filloi të shkatërrohej. 3 fëmijë me ke i bereti me botën, apo me mua. Tani e ke dhe në deke, ke kur e grua, po. Do rish me burin të, unë pse të ri vetëm tani. Se më di, u bë. Më falë, po gabova. Shpia kështona. Gjysë me ka mu, gjysë me ka jo. Me liqë, unë nuk jam dalë me liqë. Jeni akoma të martuar me njëri tjetrin. Akoma të martuar. Unë me liqë nuk ashtu, nuk jam dalë. Dhe dhe më thonë gjithë shokët. Po gjeri njeri bashkëtesë. Bëj bashkëtesë, një lari, një shpëllare, një jetë të reke. Mosi të reke. Më vjen turë nga bota. Se gabova njerë, se gaboj prapë. Më do më thonë shokë, prapë, grua do t'i vëmë. Pali, por pasi u riktheve të gruaja e parë, jetove 16 vite në Athinë, marrëdhënia juaj nuk u rregullua asnjëherë? As edhe njerë. Ajo nuk të fali? Jo. Ajo, unë dënja u ktheva në shtëpi, të gjotat. Në 2006 ka lindur vajzë. Në kategori të 2006 të lindi vajzë. Në maj të 2007-ës ne undam. Po, me bashkëtuesen e dytë, e qartë. Dhe ti riktheve të gruaja e parë. Molla ta, edhe unë nuk ktheva në familje. Që në atë kohë, dhe deri më sot, ne nuk kemi fitur kur e grua që ka kam grua me liqë. Tani ku do vetëm? Te gruaja ime, dhe gruaja dhe buri im. Ajo nuk vjen. Edhe në Greqi, ajo banjanë më janë. Pra ajo nuk e fali kur tradhtin dhe le të themi të mbajti si burr vetëm për hir të fëmijëve. Nuk ju drejtua gjykatës. Jo, as edhe një. Atëherë ishe i detyruar. Tani më vjen dhe rëndë, pas. Shkuaj dhe unë punë time dhe nëse më s'kam shtëpi.
Por ti s'undave asnjëherë me gruan, por le të themi jetoje me të. Jo, me ligj nuk më shkova ndërmend, bile ajo më thoshte disa palim dhe të më. Hajde, shiti këto shtëpi, se mi kërkuan këto shtëpi 20 milion, edhe ikim jashtë. Në asnjë mënyrë dhe që nuk shetë shtëpia është e fëmijëve. Edhe unë së kam ndryrë ty atje në Tiranë, te shtëpia jote, se çdo bësh ti me fëmijë. Mos ndryr atë që nuk të takon. Neve kemi një këtë vajzë, po, do mendojmë për këtë vajzën që bëmë të dy, hajde blem një fugon, të blem një shtëpi në Pogradec, se në përmet nuk jetosh. E qartë, këtë ta thoshte bashkëtuesja e parë. Por mirë, Pali, në momentin që ti u riktheve te gruaja jote, ajo nuk e fali kur tradhin, jetuat bashkë, nuk keni ndarë akoma, por ti më vete, ajo më vete, por fëmijët nga martesa e parë, 2 djem dhe vajza, si e pritën motrën e tyre, që sollen një jetë me... Nuk, asnjëri nuk ka dëshirë të pas ta njohin. Nuk duan ta njohin? Jo. Asnjë, as djalimat, as djalivot. Bile në njerë, a i djalimat, pati një vështirësi dhe i djalimat. Pati një fërkim me gruan, edhe i ka lënë 2 fëmijët a i dhe them tani, të merë madhi për fëmijët, po baba, po ti që bije unë qanje, se e rita unë, dhe vajtë në bajta unë një vit, qante, tunje, bënje, këtë drejt. Bine të një a i djalimat, po thot këtë drejt. E mi i likë fëmija ime, pandar dhe them që, me këta s'kam që ku se jo vajta është e vogël dhe më mbushën sytë me lot, dua ta takoj, ta sjellë shumë për me, ti them kjo është pasuria ime. Kam në një pasuri tjetër, unë kam patur një dajo. Dajo im ka qenë që të thashë me gjyshin tëndës. Në Astega është aratisëm në 54 në Greqi. E ke fjallën për Petr Kuman. Edhe ka shtëpina atje sot, edhe tani me ka lënë një dokument mua. Që unë në shkura, po nuk e kem bërë me noteri. Po si do qofë, sot jeton vllai im atje. Edhe thashë, po t'jetë ashtu, që më takon mua t'ja le vajzës. Por, i dashur Pali, në këto 18 vite, e ke kërkuar ndonjëherë vajzën tënde, mësove ndonjë informacion? Kam bajtur 2 herë në Selanik, 2 herë më kanë rau. Kush të ka rau? Sa njerë, po më kanë rau dhe më lëshua njerëzit e saja, sa një herë në fundit, të them kështu të drejt, shkua me sa kushin e mi edhe ata doshin që të më jepin një armë, ose si të them mundi, po nuk pranova se do vristje, do vuqe për burqe. Stop nuk vëtë marë, nuk e kërkova mëse. Edhe unë nuk ishe mosh që të më riftin të tjerë, sa të mblitë që 4-5 vete, se një njeri anjë, po ku janë 4-5 vete, që të bëjon? Pra, ti e ke kërkuar vajzën, por ajo të ka penguar gjithmonë që ti ta takosh. Po, unë të them shumë me shpirt, unë dhe sot të shikosh fotografit që unë më mbushën sëtë më lotë, që kam 18 ditë pa takuar. Po, të tash, kam në vajzë tjetër e kam nasit në Gjermani të martuar dhe e janë besat. Të rritu dhe 20 vjeqet atje, bile është dhe këta, dhe një shansi. Në datën 29 maj, 2006 ka lindur Qupa, më datën 6 korik, mbasi mumesh, ka lindur Gjyshi, më kuptove. E qartë, pra vajza jote është bashkëmoshatare me mbesën tënde. Vajza ime është moshatare me, do më thënë një muaj ka disa do të lindi vajza ime, linda unë. Të ka marrë malli për vajzën? Më ka marrë malli që të them kështu me shpirt, nuk e di sa më të bëj. Edhe mund të desh, mund të bje fare. Se edhe atë ditë që rash me maqinë, që të jesh në unë jam kaq vjetë shofer s'pamën në më dhe po në halë dhe në shqetësime, nuk e di që për edhe mëndja. I ku të ruri, vetë mua. Një aksident. Gjithmonë, do dhije shpejtu të gatuaj e të bënje, edhe na jonë gjithova e qika dhe ashtë, po gjithmonë do vdesna dhe nuk dhe shikoj njerë. Nësa ajo të del për balë, ti nuk do t'a njohësh, se e ke në 7 muaj. Tani, po t'a shikoj kështu me vëma një, edhe më do njohë se, e fe që fëmija ime, edhe do t'a njohë se, ka kishë paraqitin time, sytë e mija. I dashur Pali, nëse do e kishe për balë si që më ke mua, qëfar do i thoshe?
vajzës tënde që as nuk e njeh dhe ajo nuk është rritur me dashurinë tënde dhe ajo nuk të njeh? Unë do t'i them që unë të kam vajzë, duhet të takohesh emër me ajo. Kam bërë një sakrificë të madhe që të rritë ty, se nëna jote nuk të dagjirin, që kam blerë qumshin unë në pazar dhe ta jepin. Lajnë një dyqan në xhamin, me një kilemish që pinja të lëngu të jetë babaj, se mamaja jote nuk i punonte, unë punonte. Qëto ropë që jablinë në dyqan, përse më këtë dyqan që lajnë unë sonde, do t'ja blinja roba qupës, do blinja ati në xhambo, edhe i meje tuta i gjikavë që kishe, ja palosë edhe dhijet, ja jebi. I dashur Pali, por pse ishe dashura Hakmerret kaq fort me ty sa të ka penguar vajzën për gjatë gjithë tyre viteve? Për çfarë e bën ajo këtë gjë? Pse ajo e ka rritur pa dashurinë tënde dhe i ka dhënë frym jo fort të mirë vajzës për ty, përderisa dhe ajo s'të kërkon? Ajo e rriti vetë vajzën dhe ajo pati një fërkim. Me qenë se unë u ktheva në familje, dhe ajo nuk u kthye në familje. U kuptove? Edhe asaj i jipi xhelozia dhe amelzia, si të them unë që ai bëri qef për mua, bëri këtë, po prapë u kthye në familjen e tij, kurse unë nuk u ktheva në familjen e tij. Edhe në herë shfrytëzoj çukur, po gabimi që timi, se do të ishe si? Po, le vajzën nuk. Vajza e shtinë nuk është hajtë. Na, për i biletën, mere vajzë dhe e të qëro. E të shifje. Biletën ka vajtë dhe njërë atje që të qëjnë në jeti mori dhe të isoshje. Se më tha një pruaj, komshie më tha, që se vajtë dhe vajzë, që s'fer dhe mua, tha. Ajo që nunaj që do të pakëzohen dhe për 4 ditë. Kjo e mori veshe, po ti ishte pakëzuar, ajo nuk kishte dhe, e merë dhe kjo nënaja dytë dhe kërishti, po kuptove. E që, por si do që tjetë ajo ishte nëna biologjike dhe... Po greku e pakëzove, ajo, pyete dhe ajo me gjuka, nuk të lëtë fëmin të marë. I dashur Pali, si është jeta jote sot i vetëm fare, se edhe fëmijët s'kanë braktisë? Ja, shumë ajo të tha që kam një vit që kam blerë një maqinë, se s'kishtë bëjnë, edhe mërzite, dalë shumë dalë një gjyra, vika tua i bëj, që të bëjtë. Ashtë e vështirë, vetëmia të mbytë. Është e vështirë në një, po më vjen dhe rëndë të tasë, nuk jetohet vetë. Zëgoja e, ku unë kam një shumë që ndime që vjena njerë tu pastronë, ba, po, së është mosh me mua, më kuptot në një ti. Unë jam një madhe, ajo është shumë e 35 vjetë. Ajo vjen si like dhe të ndimone, kuptot. Po, thot, Pali, thot, je shumë i fort, thot, edhe bravo dhe qofta që pastronë bën vetë. Po, s'kam që të jo. E marë, vjena njerë, ku vjen këtu, gatua në njerë shumë. Nuk e përpjekur të lidhesh me një nga fëmijët nga martesa e parë që dikush të kujdeset për ty? Po nuk ma e shumë fare fëmijët, më të thash që unë në rash me maqinë. Dhe nuk më kujdesa asnjëri. 4 bato, nuk mori njeri në telefon vetëm djali vogël. Kur rash unë që rash, shoferi autobusit që punon Korç për men, e ka shok djalin tim të vogël, e mori në telefon. Babaj tënë ka rënë, ku i thëja? Edhe vjen, unë i shtrirë se me zi më ndohë nga i deres time. Ambulansë, me zi më ndohë një shtrirë, se që më të qafë. Shukoj që kisha, në që më në këta. E kuptoj. Që bajnë e këtu. Nga dëmtime që more. I dashur Pali, unë sinqerisht më erdhi shumë keq dhe pse, le të themi, jeta jote ka qenë paksa e vështirë me gabimet që ke bërë, sot le të themi janë pasojat, le ta themi këtë gjë. Unë uroj dhe shpresoj që vajza juaj, që sot është 18 vjeçë në një moshë madhore, të marrë guximin dhe të flasi, sepse ti e kërkon me ngulëm atë, kërkon ta shikosh një herë në jetën tënde të paktën. Ore, unë duhet të shërë pasaj që të thate një, duhet të vete, unë vete në kavallo kam sëmit. Edhe vete në Athinë, vete në kavallo, dhe aty Selanik duhet të ndaloj të kërkoj, po Selanik është i madhë, nuk e gjendo. Sepse ajo jeton në Selanik, me nënën e saj. Të vete, po të ka qef, të më takojmë, s'ka qef, me dëshiruar. Ne do mbetemi në kontakt, që unë të falenderoj dhe të përshëndes.
Rosh, faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë e kësaj dritares time, mund të më kontaktoni në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim ku çdo paradite un jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, deri takohemi nesër. Mirupafshim.